Përshëndetje të nderuar shikues, po ndeshni lajmet të orës 11 këtu në ATV. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka zbutur qëndrimin e tij për aleancën, duke ftuar në një takim për të diskutuar për formimin e institucioneve të reja. Por në anën tjetër aleanca i qëndron deklarimeve të mëparshme. Deputeti zgjedhur Besnik Tahiri ka bërë të ditur se partia nuk do të ulët në tavolinë pa u adresuar 6 kërkesat e tyre, duke theksuar se ato nuk kanë të bëjnë me ndarjen e pushtetit, por me politika shtetërore dhe se çështja kryesore është ajo e gazit amerikan. Amerikan. Nuk ka të bëj që ne jem duke i boni shërbim Amerikës, për shkak se tregu i Kosovës është relativisht i vogël për ta, po ka të bëj me qëndrueshmëri dhe me hyrjen edhe të një burimi energjetik përmes gypave dhe shfrytëzimit të gazit LNG, i cili do të shfrytëzohet kur i nevojitet Kosovës. Pra, përveç aspektit të qëndrueshmërisë energjetike, po ashtu gazi amerikan është edhe lidhje strategjike, politike me një vend mik. Çështja e dytë rreth energjisë ka të bëjë me investimet që duhet të ndodhin në termoelektrona tona. Vazhdojmë edicionin.